Shqipëria po mirëpret sot samitin dytitor të procesit të Brdo-Briunit, i cili po zhvillohet në Golem dhe drejtohet nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. Të pranishëm janë udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të dy shteteve themeluese të këtij procesi, Kroacisë dhe Slovenisë, me synimin për të forcuar bashkëpunimin rajonal, për të përshpejtuar integrimin evropian të rajonit dhe për të adresuar sfidat e përbashkëta. Temat e diskutimeve lidhen me bashkëpunimin rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, integritetin evropian, planin e rritjes së Bashkimit Evropian, rinin dhe artimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos të rinisë. Në fjalën e tij hapëse të samitit, presidenti Bajram Begaj ka deklaruar se bashkëpunimi rajonal është faktor kyç në integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian. Begaj tha se vazhdon të mbështesë dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria mikpret samitin e procesit të Brdo-Briunit, së bashku me Sloveninë dhe Kroacinë, si bashkëkryesues të presidencës së procesit të Brdo-Briunit, ne vlerësojmë forcimin e rolit të kësaj platforme si një mekanizëm i rëndësishëm rajonal. Temat që do të diskutohen sot lidhen me bashkëpunimin rajonal, marrëdhëniet e fqinjësisë mirë, integrimin evropian, planin e rritjes së Bashkimit Evropian, rinin dhe artimin e politikave për mbajtjen e fuqisë së kualifikuar punëtore, sidomos së rinisë në vendet tona. Shqipëria mbështet dialogun rajonal me fokus bashkëpunimin dhe procesin e integrimit evropian. Vlerësojmë progresin e arritur në këto drejtime. Për ne, bashkëpunimi rajonal mbetet instrumenti kryesor i integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian dhe duhet të vazhdojmë të shkëmbejmë eksperiencat dhe njohuritë tona për të pasur rezultate akoma më të prekshme nga ky proces i Brdo-Briunit. Pritet që në përfundim të samitit të miratohen konkluzionet e përbashkëta, të cilat synojnë të shërbejnë si një shtysë konkrete për rritjen e bashkëpunimit dhe përparimit në rrugën e integrimit evropian për të gjitha vendet pjesëmarrëse. Pjesë e këtij procesi janë Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë dhe Hercegovina dhe Serbia, vende që përballen me sfida të përbashkëta në rrugën drejt Bashkimit Evropian, por që përmes kësaj platforme synojnë të forcojnë dialogun politik dhe ndërtimin e besimit reciprok. Takimet në kuadër të iniciativës Brdo-Briuni janë mbajtur çdo vit që nga viti 2013. Vitin e kaluar u mbajt në Maltëzi, ku udhëheqësit theksuan rëndësinë e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe bashkëpunimit rajonal në një deklaratë të përbashkët dhe u zotuan për reforma të mëtejshme, forcimin e dialogut strategjik me Bashkimin Evropian dhe zbatimin e agjendës së gjelbër për Ballkanin Perëndimor.